Me mbarsinë Allahu subhanahu wa taala, nisim sonde në përkujtim të linjes së pejgamberit ton alayhi salatu wasalam në këtë ditë të 12 të muajit Rabiul Awwal, ku pjesa dërmuese e ulemave të Islamit e thonë se është dita kur ka lind pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thelbi i këtyre tubimeve është me e nxit njëri tjetrin drejt dashurisë së pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Thelbi i këtyre mexhliseve është me i kujtuar njëri tjetrit hakun e madh që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te gjithë secili prej nesh. Tamam siç Allahu subhanahu wa taala urdhon në Kur'anin famullar në disa vende duke na nxit për me e dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë, por nëse nuk mblidhemi për me fol për pejgamberin ton, e me lexu jetën e pejgamberit ton, e me lexu traditat e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, e me lexu cilësitë e tij, si kemi me e njoft zotnin e tij sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk i japim një hise të madhe të hutbeve të xumasit, të derseve të xumasit, derseve javore, jetës së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në muajin Rabiul Awwal e jashtë atij muaji. Si mund ta njohim pejgamberin alayhi salatu wasalam? Tamam si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullar, a nuk e njohin ata të dërguarin e tyre? Dhe kjo është nxitja kryesore për me i shtu mexhliset dhe tubimet në të cilat ne flasim për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe për mesazhin me të cilin u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. E kam titulluar ciklin e këtyre mexhliseve Mexhliset e Shifa Sherifit. Edhe çfarë është Shifa Sherifi? Është ky libër që un kam në dorë. Është një libër voluminos që quhet Shifa, libri i Shifas. Shifa i thonë shërimit në gjuhën arabe, edhe që flet për çdo gjë që lidhet me jetën edhe cilësitë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe që e ka shkruar një prej dietarëve më të mëdhenj të fesë islame në shekullin e 5 të Hijretit. Sheikhul Islami, Imami el-Allama, Hafizi i pashoq, Sheikhul Islam, Qadi Ebul Fadl Iyad el-Andalusi, nga Andaluzia, ka lindur në Septa në vitin 476 dhe ka ndruar jetë në Morakush në vitin 544. Ky libër, që për hir të vërtetës është amanet i hoxhës ton, Vebi Sulejmani rahmet pasqë, me e përkthyer edhe në gjuhën shqipe. E që elhamdulillahi rabbil alamin e ka bërë këtë punë më së miri një vëlla i joni shumë i dashur, edhe një hoxh i nderuar i Tetovës, i nderuar i zotni Besim Efendi Luma, e të cilin inshallah taala do ta ftojmë në qytetin tonë për të kenë ligjërues në këto mexhlise. Ky libër ka marrë miradin edhe vlerësimet maksimale nga ajka e dietarëve të ummetit islam ndër shekuj, por jo vetëm. Fjala bie është thënë për te se ky është një libër që po të shkruhet me ar e të peshohet me florin, do të ishte pak për peshën e tij edhe rëndësinë që ka ky libër. Ose sikur se thotë orientalisti francez Louis Massignon, thotë mjafton që Europa të njihet me jetën dhe cilësitë e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, po të përkthehesh ky libër në një prej gjuhëve të saj. Pra për peshën edhe madhështinë që ka ky libër. Vetë autori në parathanjen e tij thotë se këtë libër e kanë bërë për muslimanët. Pra ky libër është për përdorim të brendshëm. Ky nuk është as me i mush mendjen ateistëve, as të pafeve, as atyre që nuk besojnë në Hazreti pejgamberin alayhi salatu wasalam, se kush është Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ky libër është me na çu zemrat pesh ne, ummetit islam, dhe me na majt të lidhur ne, familjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me pozitën e lartë të Hazreti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe kam zgjedhur që ta nis ciklin e këtyre mexhliseve nga një kapitull që është shumë i rëndësishëm, e ndoshta është më i rëndësishmi i kretë kapitujve të librit, edhe që është dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam, sikur se përmendet në Kur'anin famullar dhe në hadithet e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Pikë së pari, në surën At-Tawbah, Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 24 urdhon të thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, thuaj, nëse baballarët tuaj, wa abna'ukum, edhe fëmijët tuaj, wa ikhwanukum, edhe vllaznia juaj, wa azwajukum, edhe grania juaj, wa ashiratukum, edhe parefisi juaj,
wa amwalun iqtaraftumuha, edhe pasuni që keni fitu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, edhe pasunin e tregtin për të cilën keni frikë se si do të shkojë, e si do të menaxhohet. Wa masakinu tardawnaha, edhe vendbanimet që i keni për zemër. Nëse të gjitha këto 8 janë ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi, janë më të dashura për ju se sa Allahu dhe i dërguari i tij, wa jihadin fi sabilillah, edhe sakrifica dhe jihadi në rrugën e Allahut, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi. Atëherë prisni se do të vi urdhri i Allahut, pra do të vi poshtënimi dhe ndëshkimi për ju në këtë botë në jetën e përteme, siç thonë mufesirët e Kur'anit. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allahu nuk e udhëzon një popull të çturur. Domethënë çdo njeri që devijon nga dashnia e Allahut, e dashnia e pejgamberit të tij, e dashnia për xhihadin, sakrificën në rrugën e Allahut, duke u marrë mas një prej këtyre 8 detajeve që i përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an, është popull i humbur dhe i devijum. Do ta shpjegojmë nëpërmjet haditheve se pse është kështu. Hadithi i parë transmetohet nga Hazreti Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar dhe ka thënë: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Thot nuk ka arrit plotësinë e besimit asnjëri për jush derisa unë të jem më i dashur për të se sa fëmia e tij, e se sa prindi i tij, e se sa krejt njerëzimi. Edhe me të pyet sa do të më thanë, kush është dashnia jote numër 1 në jetë? Ata bëjmë provim me shkrim, kush është dashnia numër 1 e jotja në jetë? Dikush thot nana, baba, djali, vajza, pasunia, kjo ajo. Nëse nuk është pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç urdhon Allahu subhanahu wa taala, ti ke ngel në klasë. Nëse nuk është Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti nuk e ke punën në rregull. Dhe do ta shpjegojmë se pse. Po ashtu ky hadith është transmetuar edhe nga Hazreti Ebu Huraira e të tjerë. Hazreti Enes radhiyallahu anhu na tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë një fjalë, dhe ngjë sa e madhe është kjo fjalë. Ky është rregull i jetës për gjithë secilin prej nesh. Thot kështu: Salathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Janë 3 elemente që kush i ka, e ka shiju ëmbëlsinë e besimit. A doni me shiju ëmbëlsinë e besimit? Cili nuk don me shiju ëmbëlsinë e besimit? Do të thonë po valla jam besimtar, edhe e shijoj besimin, edhe i lumi unë në çdo hap, në çdo frym. Pa shak të fe. Domethënë për shijen edhe madhështinë edhe bekimin që Allahu subhanahu wa taala më ka dhënë nëpërmjet saj. Thot e para: en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Me ke Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur për të se sa kushdo tjetër. Do të më dash Allahun dhe pejgamberin një gjithçka, e gjithkënd. Një. E dyta, en yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Me e dash tjetrin, el-mar. Me e dash tjetrin, njeriu, shokun, kolegun, mikun, vllan, vetë se për hir të Allahut. Të duhet për hir të Allahut. Por të kam shok, të kam vlla, të kam mik, të kam Allah, të duhet për hir të Allahut. Me kënë kretë marrëdhënia e jote me gjithë kënd në jetë. Por edhe me babën, edhe me nanin, edhe me gruan, edhe me fëmin. Me kënë për hir të Allahut, që ti me shiju ëmbëlsinë e besimit. Dhe e treta, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdha fin nar. Me urry kthimin në femuhim, do thuj këtu në vepra të vështira, në vepra të ulta, në thashetheme, në gibet, në krejt gjunahet, me urry me u kthy në to, e me i vepru siç urren edhe nuk do në u hedh në zjarr. I thanë dikujt, hajde se kena përgatitur një dhuratë të bukur. Sa dalin jashtë aty është një pëll me një flakadan dhe do të hidhesh mbrenda. A është kush razime e bakë? Do thonë po unë po vijë. Faleminderit për dhuratën. Ti më thanë por e normal ti. A ka në një që me zi shpret me u hedh në zjarë? Zoti na ruaj nga zjarri. Në këtë botë dhe njëtën e përtejme, thoni amin.
Pejgamberi alayhi sallam thotë me e urry kthimin me muhim. E thuaj poshtë këtij emërtimi çdo e keqe që hyn në këtë çati. Prej gjunaheve, gabimeve, e veprimeve për cilat Allah subhanahu wa taala nuk ka shtrazi. E për cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka shtrazi. Ka një hadith shumë interesant që ka ndodhur me Hazreti Omerin. Hazreti Omer ibn Khattab, në burrat më të mëdhenj të historisë së njerëzimit, në burrat më të mëdhenj të historisë së sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë një ditë i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, i tha pasha Allah, ti je më i dashur për mua se sa çdo gjë, përveç vetes time. Dhe u thanë, ty të du ma shumë se gjithë përveç vetes time. Vetin e du ma shumë. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Len yu'mina ahadukum." Nuk do të besojë ndonjëri për ju. Len në kategorike. Nuk do të arrijë në plotësinë e besimit asnjëri për ju. Derisa të jem më i dashur për të se sa dhe vetja e tij. Do të për me kënë si duhet, do të dash më shumë se gjithë kënë. I tha Hazreti Omeri radiallahu anhu, "Walladhi anzala alayka al-kitab." Pasha atë që të ka zbritur të libri, të dhënë Kur'anin, "La anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna janbayya." Do të ti je më i dashur për mua se sa nefsi jam. Sa shpirti jam. Të du më shumë se sa vetën time. I tha, "Al-ana ya Omar." Tash ti, ja Omar. Pyet në veten, ta pyesim veten në këtë atmosferë të begat të me bludi shërifit, po në çdo ditë për ditëve të jetës sonë. Sa e duam ne pejgamberin alayhi salatu wasalam? Edhe si e dëshmojmë ne dashnin për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Me pyetin dje një prej të ndërrumbës prej vëllezërve tanë se si mundemi ne me e dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam, ose si me e dëshmuar dashnin e pejgamberit. E që me një dhuru pejgamberit alayhi salatu wasalam, si shenjë dashnisë. Pyet veten tane, merë një letër, një laps, edhe regjistro cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Regjistro se çka ka dashur dhe çka nuk ka dashur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe shife veten se ku jeti. Shënoj të gjithë këto, edhe vendos një rrumullat, dy rrumullaçe, dikun vendos stigma, dikun X. Aty ku e gjen veten, në rregull, ku nuk e gjen veten X. Aty ku do të gjesh X-e, përshmos me i korrigju. Që me dëshmua dhe ti si që Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, që tash të du ma shumë se sa veten time. Edhe interesant. Me pyet veten që secili për nesh, a duam ne pejgamberin alayhi salatu wasallam ma shumë se sa veten tonë? A duam ne pejgamberin alayhi salatu wasallam ma shumë se sa fëmijët? Ma shumë se sa gratë? Ma shumë se sa pasunia, shtëpia? Dhe më thënë, nuk ba fani në rrugën e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasallam. A jemi ne kështu? Allahumma amin. Është transmetuar të dashurit e mi nga Hazreti Enesi radhiyallahu anhu se një burr erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i bani një pyetje. I tha, ja Rasulullah, kur bëhet kiameti? Kur është kiameti? Ju përgjigj alayhi salatu wasalam, ma a'dadta laha. Dhe çka ke përgatitur për kiametin? Do të vëdim se kur është kiameti, po çka ke përgatitur? Ai gati? Është si me i thanë studenti, pedagogët, kur e kemi provimin? Edhe mi thanë, a i gati për provimin? A ke mësu? Dhe me ta ba provimin e dhe shë, i gati? I tha dhe, çfarë ke përgatit për kiametin? I tha, ma a'dadtu laha min kathiri salatin, wala somin, wala sadaqa. Dhe me thanë, nuk kam përgatit, nuk kam shumë namaze, shumë agjerime, shumë sadaqa. I dopt. Walakinni uhibbu Allaha wa rasulahu. Por unë dua Allahun dhe të dërguarin e tij. I tha sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt. Ti je me atë që do. Subhanallah. Ya Allah. I tha nuk kam as namaz, as agjerime, namaz e nafile. Agjerime nafile, sadaqa, shumë tjerë. I vogël, por e dua Allahun dhe dërguarin e tij. I sa ti do të jesh me atë që do.
Është e madhe. E imagjinoni që me të ardhë pejgamberi alayhi salatu wasalam në anë, do të thonë ti je më që don, mos i ta ka bë këtë pyetje dhe ti i ke thonë nuk duhet ty ja Rasulullah. Me ta fal botën. Botën ata fal. Për këtë dëshmi. Safwan ibn Qudama radiallahu anhu thotë, emigrova drejt pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe erdha për me e taku Zotin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thash, ja Rasulullah, nawilni yadaka ubayyaka. Ma jep dorën të jap besën. Ma jep dorën të jap besën. Edhe këtë duhet me e bajgjë se cili për nesh në çdo cilësi e veprim e dashamirësi të pejgamberit alayhi salatu wasalam, për cilën ne shpesh nuk jemi siç duhet. Me Allah në dorën, me thënë ja Rasulullah, ma jep dorën të jap besën, se do ta bëj ashtu siç do ti. Do jem siç do zotnia e jote. I tha ja Rasulullah, ma jep dorën të jap besën. Thot fanawalani yadahu. E zgjati dorën e tij sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu ya Rasulullah, inni uhibbuka. I thash, ja Rasulullah, unë të du ty. A mundemi ne në një moment reflektimi edhe qetësie shpirtërore, edhe duke ndajt vetëm në një mezhlis dhikri, në xhami, në shtëpi, paradite, në darkë, mas mesnate, me e qunë nërmend pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe me e pa vetën tonë në huzur të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe me i thanë pejgamberit në gjuhën e zemrës, ja Rasulullah, unë të du ty. Mirë po, kjo unë të du ty, ka shmim të dashur të mi. Kjo unë të du ty nuk është thjesht një fjalë me u thanë në një gjendje emocionale të caktuar. Kjo ka kosto. Unë të du ty duhet me kenë besnik. Unë të du ty duhet me kenë si çdo pejgamber alayhi salatu wasalam, se imagjino mos i ke thënë unë të du ty me të dalë përpara duke vepruar diçka për cilën nuk ka razi as pejgamberi as Allahu azza wa jalla. Dhe imagjino me të thanë, kështu më do të mu? Të merret fytyra. Të merret fytyra. Na thoshte e zotnia e jonë, hoxha e jonë dhe Suleiman Gaboqi, rahmet pasë, na thoshte kur t'jeni duke ba një vepër, qoni ndërmend se e keni pejgamberin alayhi salatu wasalam njët me ju. Edhe nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam është njët me ju, a mundeni me ba diçka për cilën pejgamberi nuk është razi? Nëse pejgamberi ke në krah, a mundesh me thuat diçka për cilën pejgamberi nuk është razi? Pastaj i thoshte, e nëse nuk mundesh, përfituro hoxhën tanë, imamin tanë, mësuesin tanë. Nëse ti je në krah të hoxhës tanë, imamit tanë, të mësuesit tanë, a mundesh me shahe, me thyje, me vepru për diçka për cilën nuk është razi pejgamberi alayhi salatu wasalam? Kur ky zotnia tha këtë fjalë pejgamberit dhe këtë dëshmi të madhe, Rasulullah alayhi salatu wasalam i tha, el mar'u ma man ahab. Njeriu është me atë që don. Dhe më thanë, ti më don, edhe unë të du. Nëse më don, ky është vend takimi. Edhe mirë se erdhe në botën e dashnisë, edhe shkrimjes për hir të Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është transmetuar se një person erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, ja Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ti je ma i dashur për mua se sa familja ime dhe pasunia ime. Po dëshmi e madhe. Wa inni la adhkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzura ilayk. Edhe kur jam larg tejet, të kujtoj dhe më zipres në ardhë dhe të pa. Allahu akbar. Ka ken i bukur, ka ken i drishëm, ka ken rezatus, e kanë krahasu edhe ka ken ma i bukur se sa hana e plot. Madje nga dashnia dhe respekti për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka prej tyre që kanë thënë nga dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam, nuk i kam mbush sy dhe nuk jam një duke e pa. Atë zotni sallallahu alaihi wasallam edhe thotë,
Pastaj unë kujtoj vdekjen, do vdesim një ditë, ti do vdesësh, edhe unë do vdes. Dhe e di se kur të hymë në xhennet, zotnia jote ka me kenë në pozitat më të larta, e unë, nëse do të hyjë në xhennet, do të jem në një vend shumë të ulët. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, i shpalli pejgamberit alayhi salatu wasalam ajetin 69 të surës An-Nisa. Wa man yuti' Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa ash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Që do thotë, dhe kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ta dinë se të tillët do të jenë në ata të cilët Allahu azza wa jalla i ka begatuar prej pejgamberëve, të sinqertëve, shahidëve, njerëzve të mirë, e sa e mirë është shoqënia e tyre. Pra zbriti ky ajet kuranor me e marrë me të mirë hatrin e atij sahabiu që përmallohej për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe vinte me të shpejt në xhami me ungim, me pamjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, me ja marrë hatrin me të mirë dhe me i thanë, nëse ti e besnik e Allahut, e besnik i pejgamberit, edhe ecën sipas rregullave e disiplinës së Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, keme pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ma të mirët e rasës njerëzore nesër në xhennetin e Allahut. Në një hadith tjetër, një person erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nisi ta vështronte dhe nuk rrahte çpik. Ishte ngritur duke e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe i tha pejgamberi, "Ma baluka?" "Khair, çka?" Ishte ngritur duke e pa. E çela sumuri me Allah. I tha, "Çka ke?" I tha, "Bi o ummi, tu basha kurban me babën anë." I tha, "Atamatta'u min an-nadhri ilayk." Pra po e shijoj vështrimin në fytyrën e zotnisë tane. Dhe kur të jetë dita e Kiametit, Allahu ka me të nalësu me mirësitë e tij, e unë ku të jem. Thot e zbriti Allahu azza wa jalla këtë ajet që sapo e cituam. Dhe ky ajet, të dashur e mi, është ngushëllim për të gjithë ne. Dikush të thotë, çfarë duhet me bashkë me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në anër, dikush thotë kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në anër, po si me e pa pejgamberin, po si me kanë pejgamberin alayhi salatu wasalam, zgjidhja është në Kur'an. Me kanë besniki Allahut, e besniki pejgamberit alayhi salatu wasalam, ti garant ke me kanë në Allahun dhe pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam nesër në ditën e gjykimit. Edhe e fundit, hadithi i Hazreti Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë, "Men ahabbani kana ma'i fil jannah." Ai që më don mua do të jetë me mua nesër në xhennet. Dhe gjitha këto mejlise që i vajnë për me i kujtu njëri tjetrit hakun e madh të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me e nxit dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam të gjithë secili prej pranishmëve. Dhe të gjithë ata që në ndjekin për te këti me qlisi, sepse të dashën dhe shtrejt, ma shumë se asgja tjetër në jetën tonë, ma shumë se gjithë shka, të vlerën dashnia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse e doni Allahun, më pasuni mua që të doj Allahun. Dera ma garant për fitimin e dashnisë së Allahut azza wa jall është dera e Hazreti pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Don me kënë me Allahun, don razillekun e Allahut, don bekimet e Allahut, don mirësinë e Allahut, don me të mlu Allahu azza wa jall, mos me të kurit, me të dhanë begativ, me të dhanë mirësi, me të mbroj, me të pasur kujdesin e tij, niç pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sa më shumë që rritemi në dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, aq më shumë i dëshmojmë Allahut azza wa jall. Dëshirën tonë dhe vullnetin tonë me kenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam e me kenë në rrugën e pëlqimit të Allahut te baraka wa taala. I lutem Allahut azza wa jall me e begatu mejlisin e kësaj nate, të gjitha mejliset tona, dhe me në dhanë varësi dhe bekim që me i vazhdu këto mejlise sa të kemi jetë të prymë.
dhe mos më munda asnjëherë nga përpjekja për me I tregu të tjerëve pozitën e lartë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mashallah, nuk ka si dashnia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah taala të martën e ardhshme në të njëjtin vend e në të njëjtën kohë e vazhdojmë mezhlisin e Shifa Sharifit, edhe shpresoj që Allah subhanahu wa taala na dhan mbarësi dhe bekim me kem dersi përjashëm në xhamin tonë. Allahu na rrofë dhe shpërblet. Walhamdulillahi rabbil alamin.